Një material filmik ku general të ushtrisë shqiptare janë përgjuar teksa diskutojnë në një mbledhje vendimarrëse për fatin e bazës detare të Limionit në Sarand dhe mënyrën e shkarkimit të admiralit Artur Meçollari është dorëzuar në ambientet e Byros Kombëtare të Hetimit. Bëhet fjalë për 5 orë filmim, ku generalët kryesorë të ushtrisë janë përgjuar me zë dhe figurë, teksa marrin vendime të orientuara në mënyrë të drejtë për drejtë nga Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka. Me kërkesë të vetë oficerëve të BK-s, materiali filmik është dorëzuar nga avokati Arben Langozi, i cili bëri publik prezencën e kësaj video ku përmendet nga Bardhyl Kollçaku, në atë kohë shef i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, që më pas u bë deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Beratit. Langozi ka dorëzuar CD-n me materialin filmik dhe njëherësh ka dhënë shpjegime të detajuara mbi përmbajtjen e videos dhe denoncimin publik që bëri 3 ditë më parë lidhur me rastin në fjalë. Për këtë çështje për më shumë se 3 vite me radhë, SPAK ka hapur një dosje penale ku në qendër të hetimit janë generalët kryesorë të ushtrisë dhe ish ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka. Megjithse ka kaluar disa vite nga hapja e kësaj dosje hetimore, SPAK ende nuk ka konkretizuar këtë çështje qoftë me vendim dërgimi në gjyq, por qoftë edhe me vendim pushimi. Tani pas dorëzimit të këtij materiali filmik prej 5 orë diskutimesh në mbledhje, pritet hetimit përparoj edhe më tej.